Pas zgjedhjeve të 1992-shit, këto janë zgjedhjet e para që kanë një peshë gjeopolitike dhe që lidhin drejt për drejt fatin e vendit tonë, fatin evropian të vendit tonë. Sepse sot janë krijuar kushtet që ne të hymë realisht në Bashkimin Evropian si rrjedhoj e përputhjes së rrethanave tona të brendshme me rrethanat e brendshme të Bashkimit Evropian dhe për herë të parë mundësia për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian është reale. Kemi një kalendar për negociatat që është kalendari më i shpejt në historinë e integrimit evropian që na është dhënë për të mbyllur negociatat në vitin 2027. Dhe kemi mundësinë që nëse i mbyllim negociatat deri në 2027 të hymë dhe të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që Shqipëria të kalojë në një nivel tjetër në të gjitha aspektet, duke filluar nga individi, duke filluar nga pasaporta e Republikës Shqipërisë, e cila nuk do t'jetë më ajo që është thjesht dhe vetëm një mundësi për të lëvizur, por pa mundësinë për të qëndruar, pa mundësinë për të punuar, pa mundësinë për të marrë shërbimet shëndetësore dhe për të rimbursuar njësoj si me qenë në vendin tënd, pa mundësinë për studentët që të jenë student Bashkimit Evropian dhe të mos trajtohen si student ndërkombëtar, po trajtohen si student që janë në vendin e vet, pra faktikisht ne hymë dhe bëhemi pjesë e barabartë e asaj familje. E një familje ku ne flasim gjuhën tonë, secili flet gjuhën e vet, por ama na bashkon gjithë ombrella e legjislacionit dhe e të jetuarit së bashku, ku edhe buxheti i vendit tonë do të marrë një rritje të fuqishme nga mbështetja e Bashkimit Evropian. Se në momenti kur hyn Bashkimi Evropian, hyn në kategorinë e shteteve përfituese. Bashkimi Evropian ka dy kategori, ka shtetet kontribuese që janë ata më të pasurit, më të zhvilluarit, më të mëdhenj, janë dhe përfituesit që janë më të vegjëlit, që janë në zhvillime sipër siç jemi ne. Dhe ata më të mëdhenj kontribuojnë që më të vegjëlit të forcohen. Dhe nëse ne gjatë gjithë këtyre viteve nga Bashkimi Evropian kemi marrë 630 milion euro, duke u bërë antar do të marrim mbi 1 miliard çdo vit. Ky është ndryshim. 300 milion çdo vit vetëm për bujqësinë. Për fermerët, për agropërpunimin, për agrobiznesin, për agroturizmin dhe për gjithë shka që ka të bëjë me bujqësinë. Tani, e gjitha kjo mund të mos ndodhi nëse në 11 maj Shqipëria nuk voton fuqishëm Partinë Socialiste dhe nuk voton fuqishëm për të vazhduar një proces që nuk është një fjalë goje, po është një punë e përditshme me detyra të pafundme. Janë 1000 vetë në shtetin shqiptar që punojnë për ditë për këtë punë, që shkojnë në punë dhe merren me këtë punë. Janë 40 skuadra negociatorësh. Çdo javë 2 ministret tona të shtetit që drejtojnë negociatat janë si në provim dhe japin llogari çfarë ka bërë Shqipëria javën e kaluar për këtë, për gjithë sektorët. Dhe kjo është një punë që çdo minutë vlen dhe asnjë minutë s'duhet humbur. Parafiguroni tani sikur në 11 maj rezultati mos jetë i qartë, sikur
gjithë kjo qëndrueshmëri që kemi krijuar të lëkundet, sikur pozicioni ndërkombëtar ku e kemi vendosur Shqipërinë vjen ndryshim dhe sikur ata thonë po mirë, më fal, po çfarë bëhet me këtë punën? Dhe mjafton një rëshqitje 6 mujore për të mos thënë më shumë dhe nuk arrihet më gjë. Dhe ajo mundësi mund të ikë që aty.